Përshëndetje të dashur zonja dhe zotëri, vazhdojmë të sjellim pranë jush lajmet më të fundit, reagimet e familjarëve normalisht nuk do të ishin të papranueshme në këto momente të vështira dhe në këtë ngjarje që ka ndodhur brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Një ngjarje shumë e vështirë si për produksionin, si për televizionin, ashtu edhe për familjarët e Gjestit, duke e parë djalin e tyre në këtë gjendje në shtëpinë e Big Brother. Reagim kanë patur me njëherë në Instagramin e saj zyrtar familjarët të Eglit Takos, të cilat e dënojnë ashpër dhunën që Joz Marku mlefin, urrejtjen, xhelozin që Jozi ka shprehur disa herë në shtëpinë e Big Brotherit dhe kjo ishte qershia mbitor të gjithë shkaje që ai kishte planifikuar që të bëjë në këtë format. Familjarët e banores së Eglit Tako kanë reaguar përmes Instagramit të banores në lidhje me incidentin që ndodhi brëm në Big Brother VIP Albania 4, ku gjatë daljes nga shtëpia Jozi goditi Gjestin. Nga Instagrami i Eglit thuhet se Jozi është realiteti i trisht i një shoqërie të dhunshme. Tutja ata kanë kërkuar që të mos bëjnë ndarje Kosovë dhe Shqipëri për ngjarje të tilla sepse është turp. Në këtë shkrim thuhet: mos bëni ndarje Kosovë dhe Shqipëri për ngjarje të tilla sepse është turp. Jozi dhe shumë të tjerë si Jozi janë realiteti i trisht i një shoqërie të dhunshme, e cila do të shoh deri në këtë pikë për të kuptuar dhe për të reaguar. Ai ka denigruar disa herë figurën e gruas në atë reality dhe është falur. U rikthye që të tregonte se ishte keq kuptuar, por tregoi pafund distancën që është bërë dhe për atë që i riu mbylli në një mënyrë veten e tij. Jozi tregoi njeriun më të keq të mundshëm dhe mbi të gjitha tregoi që bën përpjekje për veten për të përmirësuar, por nuk përmirësohet asnjëherë. Ai është ai. Mos shikoni çdo gjë si lojë, por atë kërkesë që të rregullojmë për një njeri më të bukur dhe më të mirë brenda shtëpisë duhet ndodhur, sepse Jozi e tregoi njeriun më të keq të vetes. Kjo është në fakt reagimi i familjes së Eglit Takos, e cila ka reaguar në Instagramin të Eglit dhe për këtë gjë është shumë e turpshme fakti që Jozi bëri këtë veprim dhe normalisht familjarët si familja Eglit ashtu dhe familja e Gjestit e dënojnë ashpër këtë vendim. Kemi edhe një reagim nga familja e Gjestit, ku realisht motra e Gjestit, Vlerina Kelmendi, ka reaguar në Instagramin e saj duke i quajtur një turp të madh nga ana e Jozit dhe duke nxjerrë me screenshot Instagramin e Jozit dhe duke u lutur të gjithë publikut shqiptar që Jozi të bëhet unfollow nga Instagrami i tij pasi që ka bërë një veprim të turpshëm, një veprim të pafalshëm, sidomos nga familja e Gjestit në këtë rast.